Dita e 17. Një dritë në errësirë. Dhe drita ndrit në errësirë, dhe errësira nuk e kuptoi. Gjoni 1:5. Në fjalimin radiofonik të Krishtlindjes, në vitin 1939 për Kombin Britanik, mbreti George VI lexoi nga preambula e një poezie të Minnie Louise Haskinsit. I thash njeriu që qëndronte te porta e vitit: "Më jep një dritë që të mund të eci sigurt drejt së panjohurës." Dhe ai mu përgjigj: "Dil në errësirë dhe kape dorën e Perëndis. Kjo për ty më e mirë se drita do të jetë dhe më e sigurt se rruga që nje." Edhe pse këto fjalë ishin padyshim veçanërisht domethënëse për mbretin dhe nënshtetasit e tij, në mes të një lufte që po përshkallëzohej me Gjermaninë, ato johojnë në zemrat dhe mendjet e burrave dhe grave sot, sepse ne jetojmë në një kohë pasigurie dhe ankthi të madh. Dhe pikërisht, ndërsa marrim parasysh errësirën e kësaj bote, jemi gjithnjë më të gatshëm për të festuar mesazhin qendror të stinës së Krishtlindjes. Drita e vërtet ka ardhur në botë. Kjo dritë nuk është një filozofi, nuk është një ideologji politike, nuk është një ndjenjë apo një koncept. Drita është një person, Jezu Krishti. Jezusi erdhi për ta ndriçuar rrugën përpara nesh, duke na nxjerrë nga bota e vdekjes në të pasurit të jetë me të. Jezusi është drita me anë të së cilës mund të shohim shumë më mirë se me çdo dritë të mundshme që mund të ofrojë kjo botë. Nëse përdori metaforën e Haskinsit, ai është dora e Perëndisë e shtrirë drejt nesh. Andaj, si mund të jetojmë me anë të dritës së tij në botën e errësirës? Nuk është normale që hajdutët të thërasin nga errësira e oborrit: "Më falni, a mund t'i ndizni dritat e jashtme? Po përpiqem të vjedh shtëpinë tuaj." Ata janë hajdut. Ata e bëjnë punën e tyre në errësirë. Gjëja më e keqe që mund të ndodhë atyre është që të ndizen dritat dhe kështu t'i zbulojnë. Në mënyrë të ngjashme, Bibla thotë se pa Krishtin ne jemi në errësirë. Ne nuk mund ta shohim të vërtetën. Nuk mund të dallojmë se çfarë është e mirë. Nuk mund ta shohim mëkatin si mëkat ose të rezistojmë për të bërë atë që është e gabuar. Puna është se shoqëria jonë është aq e mësuar me errësirën, sa që shpesh nuk e kuptojmë se dritat janë fikur. Siç shkroi C.S. Lewisi, ligësia e madhe shpesh ngjizet dhe planifikohet në zyra të pastra, të shtruara me tapet, të ngrohura dhe të ndriçuara mirë, nga burra të qetë, me jaka të bardha, thonjë të prerë dhe faqe të ruajtura lëmueshëm, të cilët nuk ka nevojë të ngrenë zërin. Nëse nuk jemi në gjendje për ta parë errësirën, do të kuptojmë se ajo nuk është e pranishme vetëm në gjërat që ndodhin, të cilat duken qartë se janë të këqija. Errësira është brenda zemrave tona. Është prirja natyrore që thotë: "Jam Zoti i jetës sime." Ky qëndrim është rrënjosur thellë te çdo njeri, madje edhe te njerëzit më të drejtë. Në Krishtlindjen e parë, ndërsa drita erdhi dhe shkëlqeu në një botë të errët, u bë e qartë se sa të errëta ishin gjërat. Herodi e urrente idenë e një mbreti mbi të, sepse donte të ishte në fron, dhe vrau fëmijë për t'i rezistuar Jezusit. Më vonë në Ungji, farisejtë e hodhën poshtë Mesian, sepse kishin mënyrën e tyre për ta siguruar shpëtimin, dhe ata e vran vetë Jezusin. Dhe 2000 vjet më vonë, duke dashur që ende të kemi fjalën e fundit mbi jetën tonë, duke dashur që ende të jemi heroi i historisë sonë, edhe ne, nga natyra, zgjedhim të jetojmë në errësirë, pavarësisht nga pasiguria dhe kaosi që sjell kjo gjë. Ne e përçmojmë dorën që do të na nxjerrë nga errësira në dritë, po errësira nuk e mund dot dritën. Vepra e frymës së Perëndisë është që të hyjë në jetën tonë dhe të thotë: "S'ka dritë këtu." Nga natyra, ne se kuptojmë që është errësirë. Në përgjithësi, mendojmë se është mirë sepse ka çdim. Mirë po,
Sa po ta kemi kuptuar që s'ka dritë, ne mund të shkojmë drejt dritës. Jezusi solli dritën dhe po kështu bën edhe fryma. Mesazhi i Krishtlindjes është thelbësisht shpresdhënës. Por, për të qenë shpresdhënës për ne, duhet të jetë më shumë se diçka sentimentale. Shpresa mbështetet në boshtin e së vërtetës. Nëse mbahemi pas shpresës, teksa shikojmë drejt vitit të ardhshëm, atëherë qëllimet tona për jetën nuk do të na sjellin as pak dobi. Nuk mund ta bëjmë asgjë të vërtet thjesht duke e besuar, dhe nuk mund ta bëjmë asgjë si duhet thjesht duke e dëshiruar atë. Nëse do të mbahemi pas shpresës, duhet të dëgjojmë zërin që flet në zemrat tona dhe thot, s'ka dritë këtu, dhe që na drejtonte drita e vërtet që ka ardhur në botë. Prandaj, ndalo për një çast. Apo të thot fryma e Perëndis për ndonjë zonë të jetës sate, s'ka dritë këtu, duhet të ecësh pranë dritës, duhet ta lësh Jezusin të udhëheq, ose ndoshta po e shikon me ankth dhe frikë atë që mund të sjell viti i ardhshëm, dhe fryma e Perëndis po të thot, vendose dorën tënde te dora e Jezusit dhe besoj atij që të udhëheq. Jezusi erdhi në botë për të na transformuar, duke na nxjerr nga errësira e vetmashtrimit egoist dhe duke na çuar në dritën e qëllimit të vërtet të Perëndis. Përmes rreziqeve të shumta, mundimeve dhe kurtheve drejte në dritën e lavdishme të pranisë së përjetshme të Perëndis. Ndërsa ti e vendos dorën tënde në dorën e Perëndis, ai do t'ju tregoj se vetë ai është më i mirë, se sa më e mira që ka për të ofruar kjo botë. Të jesh i sigurt se drita që lindi në Krishtlindje ende shkëlqen në errësirë, dhe errësira nuk do ta mposh dot kurrë atë. Për reflektim. Ndërsa reflekton mbi paragrafin e mësipërm, çfarë mund të jetë duke të thënë tani fryma e Perëndis? Engjëjt lajmëtar këndojnë, lavdi mbretit që u lind, paqe mbi botë dhe mëshirë, Perëndia na bajtoi. Çohuni me gëzim o kombe, të festojmë fitoren qiell, bashkë me engjëj shpallim fort. Krishti u lind në Betlehem, engjëjt lajmëtar këndojnë, lavdi mbretit që u lind. Krishti admiruar në qiell, Krishti Zoti përjetësisë, vonë në kohë Jakubo vjen, lindur nga një virgjëresh, shihynin e shfaqur mish, mishërimin hynor nderoni, si njeri mes nesh banoi, Jezusi Emanuel, engjëjt lajmëtar këndojnë, lavdi mbretit që u lind. Princin e paqes ju